Po shtritaj diell dhe burimi këngët lugjeve mi përqeu. Hej, fort po ngrohaj diell edhe trimat në përmend mi sjell, mi përkthej. Nga ky diell i kosime shtrisin shekujt nagime dhe na ganti shqiptarit zjar flakëron. Po ku ka si ti o Shqipëria ime, o fisnikja për mikur, rjedh në këngë ligjërime, ballën arka me tramur. Po ku ka si ti o Shqipëria ime, o fisnikja për mikur, rjedh në këngë ligjërime, ballën arka me tramur. Hej, fort po bjenaj te dhe lahuta tingujt mi qollar, mi përqeu. Hej, flak po nxjerraj te edhe trimat më përmend mi sjell, po mi sjell. Nga ky fej tokësime flasin shekujt me gjëmime, edhe krisma e shqiptarit rreth, pres më pres. Po ku ka si ti o Shqipëria ime, o fisnikja për mikur, rjedh në këngë ligjërime, ballën arka me tramur. Po ku ka si ti o Shqipëria ime, o fisnikja për mikur, rjedh në këngë ligjërime, ballën arka me tramur. Suarek, a jeni gati për fitore? A jeni gati për fitore? Të nderuar qytetarë të Suarekës, të nderuar qytetarë të gjithë Kosovës, i nderuar zotri kryetar Ramush Haradinaj. Mirë se keni ardhur në këtë bim madhështor. Sot, kandidatët tuaj do dalin në skenë dhe do të bisedoj me ju. Kam derin të ftoj Burim Ramadanin,
Blerim Kuqin, Kimete Bajraktarin, Bali Muharremaj, Refki Bytyqi dhe Idris Selimaj. Me 8 qershor, Ferranda përmes aleancës I jep Kosovës dije shtesë, I jep guzimin e Ferrandës. I jep vlerat e saj historike, kultin e punës, shpirtin e saj kulturor. Ferranda, I nderuar kryetar Haradinaj, I jep Kosovës me 8 qershor shpirtin e saj therandas. E Kosova, përmes programit Drejtimi I Ri, përmes batusit të këtij programit, Zotit Haradinaj, dhe drejtuesve të sektoreve të këtij programi, do të jenë nga Ferranda, I jep Ferrandës shumë ma shumë mundësi për të prodhuar, shumë ma shumë mundësi për të punuar, I jep mirëqenje, I jep begati, ja jep të gjithat e të mira që I duhet një vendi. Pra, të nderuar qytetarë të Ferrandës, Drejtimi I Ri I jep Ferrandës zhvillimin ekonomik, mirëqenje, dinitet. Vota për Drejtimin E Ri, vota për Ramush Haradinajn, është votë për Ferrandën. Me 8 qershor, Ferranda voton 44. Me 8 qershor, Ferranda voton për Ferrandën, voton për Kosovën. Faleminderit. Përshëndetje, ne do të jemë konkret në premtimet tona. Me përkushtim do të punojmë si në të kaluarën duke garantuar fonde zhvillimore për Ferrandën. Shumëfishimi I buxhetit për bujq Ferrandas ka me qenë një prej projekte kryesore që ka me ndihmue Ferrandën. Fonde garantuse për investitorët që kanë synim me investu në Ferrandë. Pyllëzimi I 100 hektarëve me pyje që e bëjnë Ferrandën në të ardhmen vend me natyrë më të bukur. Pastaj, do të interesohemi që Ferranda të ketë zonë ekonomike për mërgatën që të respektojmë bashkëtarët tonë të cilët do të kthehen në Kosovë për një jetë më të mirë dhe kushte më të mira. Përkraja e studentëve nuk do të mungoj dhe njerëzit e saj do t'i afrojnë sa më shumë. Ata pasi kryen studimet, besoj se qeverisjen do ta udhëheqë kryeministri I jashtëm I Kosovës, Zoti Ramush Haradinaj. Drejtimi I Ri është program I cili sjell të mira ekonomike dhe mirëqenie Ferrandën. Numri 44 është numër që akthen dinitetin qytetarit dhe garanton zhvillimin e vendit. Faleminderit Ferrandë, ju ftoj që me 8 qershor
të dilni të votoni dhe do të festojmë së bashku në Tharan dhe në krejt territorin e Sorekës. Faleminderit shumë. Të nderuar qytetarë të Therandes, është koha që Kosova të bëjë ndryshimin e madh. Të vetmes gjë që duhet t'i trembemi është vetë frika, të merri pa emër e arsye që po paralizon përpjekjet tona për ta kthyer dështimin e kësaj qeverisje të keqe dhe të degraduese në fitore për një jetë të dinjiteshme për qytetarin ton. Kërkojmë mbështetjen tuaj, që vendit t'i japim një drejtim të ri, ku arsimi do të jetë në funksion të zhvillimit ekonomik, diploma do të jetë ndërsuesi dijes, ambientes shkollore do të ofrojnë kënaqësi dhe atraktivitet për fëmijët tanë, mësimdhënësit do të trajtohen në mënyrë të dinjitetshme, e nxënësi do të jetë në qendër të vëmendjes. Ne nuk frigohemi të bëjmë ndryshimin e madh, sepse kemi guximin dhe vendosmërinë që të jemi në shërbimin tuaj. Ju ftojmë në rrugtimin ton që me 8 qershor të bëheni pjesë e këtij ndryshimi. Votoni Aleancën për ardhmërinë e Kosovës. Votoni numrin 44. Votoni Ramush Haradinaj, kryeministër i Kosovës. Të nderuar Therandas, që 26 vite jemi bashkë, unë e mjek, ju pacient. Ja vdi hallet e juja, po besoni kemi kalu sfida të rënda gjatë kësaj kohe. Po kur më keq se tash shëndetësia nuk është, as kohët më të vështira. Prandaj, shëndetësisë si duhet një fuzion. Ati fuzion do t'ja japim ne, do t'jep Aleanca. Urime fitoren, urime Therand. Nderuar qytetar, shumë të respektuar musafir, i nderuar Zoti Haradinaj. Ndryshimi i madh po vjen. Të gjithë ne së bashku, të rinj, të moshuar, gra e burra, do bëhemi pjesë e ndryshimit të madh, pjesë e fillimit të ri, pjesë e drejtimit të ri. Prandaj Kosova jo në pavarë sovrane, pa zhvillim ekonomik do të jetë e pamjaftueshme. Prandaj domosdoshmëria e zhvillimit ekonomik do të ndodhë me aleancën e qeveri. Zhvillimi ekonomik do të fillojë me formësimin e plotë të modelit ekonomik, ristrukturimin dhe informatizimin e ekonomisë tërësi, ndërtimin e kapaciteteve të fuqishme eksploatuese të pasurinë toksore dhe kapitalizimin e saj, rritja aftësisë kredituese të ekonomisë përmes fondit garantues për 300 milion euro, i cili fond do të ndikojë drejt për drejt në rritjen e kredive nga bankat komerciale me normë të ulët të interesit në mbështetje të gjitha bizneseve me theks të veçantë sektorit pronëtarisë. Agrofondi, ndarja buxhetare për 7% nga buxheti i shtetit do të subvencionojë zhvillimin e bujqësisë me gjitha degët e saj, me çrast produktet bazë të shportës do të ndikojnë në uljen e importit, respektivisht në zbutjen e bilancit tregtar negativ që Kosova tani po jeton. Investimet e huaja kapitale do të kenë vend fuqishëm në ekonominë e vendit. Rritja e hyra buxhetare do të realizohet përmes luftimit të ekonomisë informale dhe rritjes së bizneseve investive, sidomos atyre prodhuese. Të dashur qytetar, vetëm zhvillimi ekonomik në shtëpinë tuaj sjell buzëqeshjen, shpresën, dijen, dritën, do sjell mirëqenien, synim i juni përbashkët. Prandaj ndryshimi i madh po vije në fillim i ri në dorën tuaj është në votën tuaj. Prandaj votoni drejtimin e ri, votoni Aleancën për Armirin e Kosovës me numër 44, votoni kandidatët e juaj. Therand, urime zgjedhjet. Faleminderit. Vujtjeve të popullit të shtetit po i vje fundi me 8 qershor.
populli i Kosovës që është sot ma izolumi në Evropë, ku gjysma e njerëzve në Kosovë nuk kanë vendet punë, ku krimi dhe korupcioni kanë kaplu shtetit, i kanë shkaktu këti shtetit tonë vujtjet mëdha cilat nuk i ka meritu populli i Kosovës. Ne, Aleanca, nuk pajtohemi me këtë gjendje dhe nuk do të lejojmë të vazhdoj edhe matutje kështu. Ne, Aleanca, nuk pajtohemi as me ata që e kanë pru këtë gjendje, me ata që e në pasuru në kurrizë të popullit, në kurrizë ndjersës popullit. Me ata do të merret ligji, do të merret shteti. Me 8 qershor, fajtorët do të shkojnë nga qeveria, do të largohen nga qeveria. Ata janë fajtorë pëse Kosova është sot kështu këtë gjendje të keqe. Do të humbin sepse i kanë shkaktu humbje shtetit, i kanë shkaktu humbje popullit. Dërsa disa tjerë do të flenë gjumë këtë Kosovën si kurse po flenë këtë komunën tonë. Bëhuni gati, Kosovë, Theron, bëhuni gati gjithë, sepse pas 8 qershorit, po vjetë qeveria me dur të pastra, po vjetë qeverisja e mirë, qeverisja zhvillimore, po vjetë qeverisja e përkushtume që nuk dorëzohet para as kuj që shke ligjin, po vjetë drejtësia për secilin, po vjetë drejtësia për popullin. Nuk do të ketë mo ngulfatjet medjave të lira, nuk do të ketë mo shantazhe e as kërcënime. Për këtë e kem garant Ramush Haradinaj, kryeministrin e Kosovës. Asnjëherë mo nuk do të kthehet kjo qeveri e keqe. Kosova është gati me nis drejtimin e ri, drejtimin me qeverin Haradinaj, me qeverin e mirë të Kosovës, ku Theronda është pjesë e fuqishme e Kosovës dhe qeverisë Haradinaj. Urime, numri 44 është numri drejtimit të ri, numri fitores. Faleminderit. Të nderuar qytetar, në çdo tubim e presim këtë moment. E presim mesazhin e fitores që na vjen nga lideri ynë. Para jush dhe para gjithë qytetarëve të Kosovës vjen kryeministri në ardhje i Kosovës, Ramush Haradinaj. Faleminderit shumë. Me ardhë në Teran, të bani ose qitë një siklet. E pse? Se ashtë zot e ashtë mirë ini, sa që i fështirë është mu përbalë me ju. Une këtë siklet, po një siklet mirë, një siklet që është nere madhe, e kom përjetu në për familjet juja, me rastin e vizitave, familjarve, dëshmorve, martirve, shumë që i ka Theranda, pa gjeturve, bashkluftarve, si përmarsve, të kolegve të mi në parti, me cilë punojmë, e me cilë ndajmë edhe momente
të mira po dhe të vështira. Ndërsa, sot është një moment i tillë kur ne jemi bashku me e vendos një periudhë jo të lehtë edhe një punë jo të vogël për vete, për ne, për Theranën, për Kosovën, si do të shkon matutje Kosova. Mos harroni Theranë. Nuk po bëhet fjalë vetëm për Theranën sot, po edhe për Kosovën. Në fakt, është edhe ma shumë se sa veç për Kosovën. Pse? Në rast se Therana e merr vendimin e drejtë. E me këtë vendim e ndihmon Kosovën me marrë vendimin e drejtë. Kuptohet shqiptarët kanë me qenë ma mirë, edhe ata në Preshev, edhe ata në Ulqin, edhe ata kudo që janë jashta Kosovës. Po jo vetëm kaq. Jo vetëm kaq. A e dini sa njerëz Theranës jetojnë në për vende tjera, në diasporë. A e dini që ata janë t'ujna pa, t'ujna këshyrë sot. A e dini që edhe ata, sa do që kanë sukses vetë, i mërzit fakti që Kosova s'është mirë. E ata vujnë pse s'mujnë me u lavdu me Kosovën. Ata lavdohen me lojtarët tonë të mirë në futbol, lavdohen me sukseset tona tjera, lavdohen me Kadaren, me Ritaorën, po ne kem qef me u lavdue me Kosovën, me sukseset tona këtu. Une shpesh, kur kom pas dëshirë me u lavdu në Kosovë, ju kom marrë shembull. E kom marrë kryetarin Kuqi, sekretar komune, Derivin. E kom marrë Burinin shembull. E kom marrë Kimetën shembull. E kom marrë Balin shembull, Refkin, Idrisin. Une menoj që ju jeni për shembull edhe si të këtil lumë Kosova që ju ka. Faleminderit shumë. A muj me bo Kosovën zhvillume, a muj me bo me venet punës, a muj me bo Kosovën që evropiantë me na këshyrën shy, me na dhonë dorën, me naftu me u bo pjesë e bejesh, jo me na majtë largë. A muj me e pru punën në Kosovë që me pas pension dinitetshëm, që studenti me ditë që o ka merë dije e jo veç diplom, që aj që është i shmut, pacienti me ditë që ka me qenë i shërum, pra muj me e pru punën në këtë vend, që paga jonë me qenë 1.000 euro, që me jetu në kushte e një e dinitetshme në vend. Qka duhet me bo? Qka duhet me bo që me qenë kështu? E para, është kushti parë qeverishja e mirë, e sinqert, e ndershme, e pastër. Një qeverisje që nuk është mashtruse, as ndaj atyne që janë qeveri, po as ndaj qeveritarve dhe qytetarve. Pse? Nëse shkojmë me mashtrim, ne duke mashtru vetën e qytetarin, po harrojmë vërtetën. Qeverisja që është sot, besoni, unë menoj, nuk e din që është Kosova. Që ata e kanë fillu me mashtrim, e gjithkohën duke rrit atë mashtrim, ata mo nuk e din në realitetin. Ata e njështë që jetojnë Kosovë. Ata s'kanë mëri as i herë me hi as në lëkurën, në zemën, mendjen e të papunit, punësumit, të mësusit, studentit apo dikuj tjetër. Ata fare nuk kanë hi lëkurën e bujkut. Ata për bujkun din veç ku janë zgjedhur me i dhoni subvencion, po ata nuk e din që bujku e pagun landën e parë, që i pagun pajishet për punuse, ata nuk e din që bujku hek shumë deri në prodhim. Ata vinë veç kur është koha e fushatës, për një subvencion caktum, një pjesë e japin tash, një pjesë për zgjedhje tjera. Qeverisja e mirë është parakush, nuk bën pa qeverisje të mirë, s'bën pa qeverisje të drejtë, s'bën pa qeverisje pa korupcion, ose pa mujshme me u zhvillu një vend pa qeverisje të mirë, ose pa mujshme një vend me u zhvillu pa rend dhe ligjë, pa drejtësi, pa audit, se qka është e drejtë, qka është e pa drejtë, pa i bo qytetarët munit barabartë para ligjit, pa i bo muni ata të mbrojtën e të sigurë që askush s'mu i lunë me drejtat e tyne, kush do kofshin e ku do qofshin këtë vend, pa rend dhe ligjë s'ka shtetë, nuk ka investime, s'ka zhvillim ekonomik. Ne kem punu seriozisht, e kem bind vetën në ratë parë, nuk është mashtrim. Ne besojmë qeverishet mirë, unë besojmë qeverishet mirë, unë besojmë kryetar qeverije fa korruptum, që s'ka me u korruptu 4 vjetë qeverishes ti. Unë besojmë shoqni e në vend që ka me pas rend e ligjë,
do të udhëheqim me rendeligj, do të udhëheqim me drejtësi, qytetari i vendit komuni, barabat, edhe i mbrojtun nga ligji në vendin e vet. A duhet diçka tjetër? A duhet diçka tjetër? Sado që qeverisja duhet me qenë e mirë, sado që duhet me u punu në rendeligj, na duhet me rrit vlerën aktuale tjetër shumë përgjithësi. Pra, vlerën qeverisë, vlerën e rendit e të ligjit, na duhet me rrit vlerën materiale, vlerën ekonomike, vlerën financiare, pra na duhet me rrit buxhetin, na duhet me rrit mundësitë investuese në vend. Si me i bo këto? Aleanca i ka kalkulu gjitha këto në programin drejtimi i ri. Si janë kalkulu këto? E kem bazu në energji. Energjia sot është elementi kryesor i zhvillimit ekonomik në botë. Ju e shihni vendet që kanë energji, që kanë burime të energjisë, sa të rëndësishme janë sot. Ju e shihni që kur takohet G8-ja ose G20-ja, ka presidentet e vendeve më të fuqishme në botë, takohen vetëm për një temë, ata marrin prej kohës tyne vetëm me fol për energjinë. Ju e shihni sot sa rëndësi jepet energjisë. E a e dim na, a e dini ju Theron, a e din gjithë që qeveria sot me na kalon pa investime në energji, asë një euro nuk është investu në kapacitetet energetike në Kosovë. Për kundra gjë, le që është investu në energji, po ne blejmë rrymë, e ne vazhdojmë me e vonu vetën, e vazhdojmë me i rrit tarifat e energjisë në vend. Po të kishin fillu investimet në energji, ashtu si dikur i kom paslon të gatshme në vitin 2005, kur kom shku pe i Kosovë. Kem pas planin e gatshëm, Kosovën që me 2100 MW. Po të kishin ndohë ato investime që 7 vjetë. Pra 7 vjetë u bonë, 5 vjetë kishë gjatë me ja fillu prodhimi, që 2 vjetë ishim konë të i prodhu energjinë në Kosovë, kishim mujtë me jashit qytetarit tonë ma lirë energjinë, se gjitha vendet që prodhojnë vetë energji, që janë superfuqi energetike, që na mujtë qytetarit vetë me jadhonë ma lirë. Shkonin vene ku kanë gaz, ku kanë naftë, ku kanë qëmër shumë, e këqyrni ata energjinë për veti, qytetarëve të vetë u ajapin ma lirë, ndërsa pjesën për eksport kuptohet me çmim tregut. Me investimet në energji, po të kishin ndohë këto investime, po që 2 vjetë ja kishim nisë na me prodhu. Për një njësit energjisë që kishim shti pare në buxhet Kosovës, për një ton qëmër që ishë nxjerë për me u prodhu energjia, kishim shti pare në buxhet Kosovës, e s'kishim pas nevoj me i qitë inspektorat, me shku në për dugoja, në për fabrika, në për firma tonat, me nejtë gjdo dit atje, të ja u stresu dhumin si për marshve, për me mujtë me mush buxhetin. Qa kanë bo këta? Qka kanë bo këta? Këta e kanë bazu krejt në mashtrim. Nuk jam unë e pi atyne, nikon e këta Theron. Unë që jam pi atyne, këm pa kryetarin Mustafa, Isha Mustafa. Nja 4 vjetë ka shgat një shesh, Nona Terez në Prishtinë më ndërtu. E këm pa njëherë njau minimum, ajo dalë me inspektu punimet në qatë shesh. Nuk mu i mashtu me u zhvillu, aq ka dal e aq plakst, e aq mënyrë të plakun. Qka i duhet Kosovës? Kosovës i duhet mashtru së të deri sotën, cilë t'jon panik, cilëve ju prinë hashim tha që me i qute shpia, por i duhet po ashtu. Kohën që e ka hupe, e që janë shumë vjetë me nëzonë. I duhet drejtim i ri, i duhet njerës gjatë, i duhet si ata që i manë men Kosovën, këtë rështë e mani men qeverishen 2004-2005, kur shdo ditë është punu dhe shdo ditë kemi qenë me qytetarin. Theron, në një qeverishe tarme, ju do të qeverishti, kini me qeverish vetë Theronda. Qytetarit kanë me qenë pjesë e qeverishit. Ne nuk qeverishim as me brutalitet, nuk qeverishim as veç me autoritetin e njonit, timin apo të najkuj tjetër, ne nuk qeverishim me as një forës tjetër, pos me forësin e argumenteve. Edhe në kalumen, jënë monu me na thonë, se o qeverish kështu, ka pas disiplin, ka pas të... Normal që duhet disiplin qeverish, që nuk ka shtet pa disiplin, amo disiplina e bazume në argument, kur ja kem kërku e punën qeveritarit, a ke aj minister, a ke maj vogël, dhe në fund, o ta është me e kry. Në tardhen ata që punojnë në qeverinë e venit. Mos frigohen cilës partijon, hiç mos ta kanë problem.
kushdo që punon në institucione publike, kur mos frigohet i cilës parti është. Po le t'ja fillon mu frigu, në rrasë e s'punon, në rrasë o demel, në rrasë e kesh përdor punën. A dinim që, po me konë vetëm vetë i dyti, e me pash me e bajt një barë në shpinë, e në rrasë e baj, ja unë me hile, ja i tjetri, e di që veç unë e paguj, ja veç aj, e merën vesh. Po me bajt barën e një populli, nuk muj me mashtrus, nuk do t'i lo mashtrus në ekipën time, as në qeverisje. As mashtrus, as mashtrus, as mashtrus. Falemderit shumë. Falemderit shumë. Falemderit shumë. Punëtorët po, ata që mashtrojnë, jo. Të drejtit po, ata që bojnë hile në qeverishje, jo. Të pa korruptum, po. Gjot, po. Jo tjerë. Therand, Shuarek, me 8 qershor, në 4-4 bashkohen, me emën Zotit. Jo vetë që i fitojmë zgjedhjet. Jo vetë që i fitojmë zgjedhjet. Po me emën Zotit kemi i mujtë këtë të lashët që i kem para veti, shi njerëz, shi popull, e kemi me jetu lirin, pavarësin, ashtu si në takon, po dhe ashtu si kemi vujt, e kemi pagu, e kemi hek shumë për ta. Une jam trem shumë para që me dalë me lyp beshimin, se ju e dini 10 vjetë s'kom lyp vot për veti, kom lyp vot për kolegë, për gjithkan. 10 vjetë që më konë zgjedhje nacionale, herën e mëram, jam dalë në 2004 në zgjedhje. Me këtë numër, pa hirjo i ka rakjo punë, po 44, 4-4. Mas 10 vjetë, mas që i kom kalu krejt nërshkomësat, e pengesat, e krejt rëngenat e mujshëm, tonë të t'hujt. Mu ka dhonë mundësia dhe i herë me arë në punë. E kom për nërë me punue me ju Theran. Faleminderit shumë. Të nderuar qytetar, ky tubim u përmbyll. Shihemi bashkë nesër në qytetin e Mitrovicës.